Vëllimi poetik në gjuhën italiane Gli ultimi dadi, që në shqip titullohet Zarët e fundit, me autor poetin e mirënjohur Dimitër Pojanaku, sapo ka prekur duar dhe sy lexuesish ndërkombëtar. Për botimin e librit më të ri në Itali u kujdes poetja dhe përkthyesja, gjithashtu e mirënjohur Irma Kurti, e cila prej vitesh jeton në Milano. Kujtojmë se vëllimit të ri poetik Zarët e fundit i kanë paraprirë edhe 2 çmime prestigjioze. Çmimi i parë në Como dhjetor 2025 për poezinë Kërceje me jetën dhe çmimi Poezia e popujve mars 2026. Jo vetëm kaq, Irma Kurti shpesh kuron e boton vazhdimisht poezi të Pojanakut në gazeta e revista italiane. Ca gra, sa ndjejnë se e tyre bukuri nuk po shem më dynjan, ja kërrojnë kohës, moshës, i kesë viteve, si ruazat e shkëputura nga gjerdani. U akërojnë miqve, vetes, por nuk mund të dorëzojnë fronin kaq butësisht. Ndaj vërtitin në përgishta sekretet e joshjes, nxjerrin nga arkivat betejat më të famshme dashurore, ngrefose me krekosen, korin edhe ndonjë trofe të re. Ca gra, dikur të bukura sa s'ka më, luajnë Zarët e fundit. Pas botimeve të librave Pylli lviz në muzg në gjuhën greke, Shtëpia ime rrotullon qiellin në gjuhën rumune, libri Zarët e fundit bëhet i treti përkthimi i Pojanakut në gjuhë huaj, tashmë atë italiane. Ndërkaq shumë poezit autorit janë përkthyer në gjuhët angleze, franceze apo serbo-kroatishte.